për krimin e 27 shtatorit. Shkojmë në Partinë e Lirisë, është zonja Silvana Bajrami, e cila ka një deklaratë për mediat. Cilave janë jashtë funksionit dhe të pajisura me teknologji të vjetruar. Kontrolli i sigurisë shimore në kufi, pothuajse është formal dhe në shumicën e rasteve mostrat as që merren. Nuk ka asnjë sistem të unifikuar analizës dhe nuk ka transparencë për rezultatet. Dhe mbi të gjitha nuk ka asnjë llogaridhënie për skandalet e përsëritura që lidhen drejt për drejt me cilësinë e sigurisë ushqimore. Kjo qeveri ka praktikisur çdo detyrim ligjor dhe moral për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Autoriteti kombëtar i ushqimit është kthyer në një strukturë burokratike që merret më me shumë tendera e propagandë sesa me detyrime thelbësore, garantimin e sigurt të sigurisë ushqimore për qytetarët. Ne kërkojmë kontrolle reale dhe periodike për të gjitha produktet që hyjnë dhe tregtohen në Shqipëri. Funksionimin e laboratorëve kombëtar dhe transparencë publike për të gjitha rezultatet e analizave. Hetim të plot për të gjithë zyrtarët përgjegjës se kanë lejuar futjen e produkte të rrezikshme në treg. Investim serioz në infrastrukturën e sigurisë ushqimore dhe mbështetjen për prodhimi vendas të certifikuar. Qeveria nuk mund të fshihet më pas fasadat të konferencave poste dhe sloganeve rreme. Shëndeti shqiptarëve nuk është pronë e pushtetit, por është detyrim i shtetit. Dhe çdo ditë që kalon pa veprim është një krim kundër qytetarëve të këtij vendi.